Pamjet e drejt për drejta nga përpara kuvendit të Shqipërisë, aty ku deputetët po mblidhen për seancën parlamentare. Fjalën e shkurtër e ka zoti Braçe. Kam folur brenda Asamblesë Partisë Socialiste të njësisë numër 5, sy me njerëzit, edhe kaq, e mbaron aty. Po kujdes, pse kërkon rezultatet tuaja ndër vite si deputet? Është një arsye aq formale Muhamet sa nuk ka ku të shkoj. Në 26 maj mua më bën 30 vjet t'i zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Dhe me që këto rezultatet, veçanërisht atyre zgjedhjeve të 96-s, 97-s nuk i gjen asgjë kundi, jam i detyruar që t'ia kërkoj me shkrim KQZ-s. Më duan. Po shkruan libër? Si? Po shkruani libër? Jo, Muhamet, do shkruaj një status që do ta shohësh edhe ti. Zoti Braçe, na bësh një koment për çmimin e naftës, bordi i transparencës nga 204 në 218. Ky është një problem me cilin duhet merrem. Unë prandaj kam marrë sot, dua të flas për këtë gjë. Natyrisht që ne kemi zgjedhur vetë që të kemi taksa që konsiderohen edhe të larta për këtë produkt, për naftën edhe për benzinën, por në krahun tjetër nuk kemi zgjedhur që të kemi një treg të mbyllur, një treg që është tmerrsisht i përqendruar dhe një treg që është nën ndikimin apo përcakton çmime deri tani, deri në krijimin e bordit, nën ndikimin e një shoqate që luan rolin e kartelit për të ndikuar çmimet në treg. Edhe sot, nga llogaritë që unë edhe ca miq që punojnë bashkë me mua kemi bërë, rezulton që çmimi i naftës neto pa taksa në Shqipëri është më i lartë 20, 25 deri në 40% se sa të gjitha vendet e tjera të rajonit tonë, përfshi Greqinë, Maqedoninë, Kosovën, Malin e Zi edhe Serbinë po doni. Pra kemi një problem që është strukturor i tregut. Natyrisht këtë duhet të adresojmë, ashtu siç qeveria është nën presion për të riparë taksat, mund të rishoh akcizën, siç ka marrë angazhim, ashtu duhet të jetë gjithë struktura tjetër nën presion për të garantuar që tregu i hidrokarburëve në këtë vend të jetë i lirë. Numrat indikojnë që tregu nuk është i lirë. Prandaj ne kemi naftë apo çmimin e naftës neto më të shtrenjtë se sa gjithë vendet e tjera të rajonit. Ky është një problem që duhet përballur. Unë kam folur pafund sa kam humbur durimin, po sot patjetër që duhet ta them këtë gjë, sepse natyrisht edhe njerëzit janë në një vështirësi më të madhe për shkak të çmimit që është më i lartë. Po kam folur këtu në sallë, kam folur Komisionin e Ekonomisë, kam folur përballë Autoritetit të Konkurrencës, kam folur para bordit që u ngrit këtu e 4 vite më përpara dhe tani është bërë boll, është bërë mjaft. Duhet merremi me strukturën e tregut, me modelin e tregut të hidrokarburëve në këtë vend, sepse është një produkt që realisht kërcënon sigurinë kombëtare. Realisht kërcënon sigurinë kombëtare. Faleminderit. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Mirë kemi ndjekur zotin Erion Braçe, i cili në hyrje të Kuvendit të Shqipërisë ka dhënë edhe deklarata për sa i përket interesit të mediave. Kujtojmë se para 2 ditësh zoti Braçe është vetë nominuar për të qenë në garë për bashkinë më të madhe të Shqipërisë, atë të kryeqytetit, megjithëse më herët kryeministri Rama ka thënë se kurdo që të zhvillohet gara, kandidatja e Partisë Socialiste do të jetë zonja Manasiriu. Gjithashtu interesit gazetare Sengelita Mema i është përgjigjur edhe për sa i përket bordit të transparencës, madje ka deklaruar se kjo është arsyeja pse ditën e sotme do të jetë në Kuvendin e Shqipërisë në këtë seancë, pra ku pritet flitet jo vetëm për bordin e paqes, por edhe për tema të tjera shumë të rëndësishme, ndërkohë që paralelisht me këtë seancë në Kuvendin e Shqipërisë, banorët e Rrjollit janë duke zhvilluar një protest për para pra godinës për të sensibilizuar të gjithë deputetët, cilët një nga një janë duke u drejtuar pra godinës Kuvendit për zhvilluar seancën parlamentare. Lidhem me Engeleta Memën për të marrë një qëndrim për sa i përket asaj që po ndodh në këto momente në protestën e banorëve të Rrjollit, por gjithashtu edhe për prononcimet që ka mundur të shkëpus gjatë kësaj kohe nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, cilë thash njëri prej cilëve Erion Braçe ka zgjedhur që t'i përgjigjet interesit të gazetarëve për sa i përket
vetë kandidimit të tij, le të themi nominimit të tij për qenë kreu i ardhshëm i Bashkisë së Tiranës, apo edhe përsa i përket bordit të paqes ngritur edhe një herë si pasojë e krizës inflacionit që ka shkaktuar operacioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në Iran. Mirë, më thoni kur do kem Engeleda Memën për të mësuar se çfarë po ndodh përpara parlamentit të Shqipërisë me protestën e banorëve të Rjollit, apo edhe mbi prononcimet e deputetëve përpara nisjes kësaj seance parlamentare. E kam Engeledën në këto momentin, thoni? Po, Engeleda, të përshëndes. Ndoja pak më parë prononcimin e zotit Braçe i pyetur nga ty përsa i përket bordit të transparencës, nëse ketë mundur edhe njëherë në mënyrë të përmbledhur atë që tha zoti Braçe përpara hyrjes në seancë. Por pas lajmeve të qarkulluara se deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka shprehur kandidaturën ose interesin e tij për të qenë kandidat për zgjedhjet vendore të 2027-s dhe kandidat për bashkinë më kryesore dhe më të madhe të vendit të Tiranës, zoti Braçe as e pohoi as e mohoi ambicien e tij nëse ai do ta zyrtarizojë kandidaturën e tij për kryebashkiak të Tiranës në momentin që edhe Partia Socialiste do të bëhet gati për të shpallur kandidaturat jo vetëm për Tiranën, por edhe për 60 bashkitë e tjera. Zoti Braçe tha që gjithçka që thuhet mbetet në mjediset ku ai e ka shprehur le të themi gatishmërinë e tij në një asamble të Partisë Socialiste në njësinë 5, duke qenë se ai është deputet i njësisë 5 dhe po aq është edhe drejtuesi politik i njësisë 5 së Tiranës. Megjithatë, zoti Braçe tha në momentin që Partia Socialiste do të fillojë angazhimin e saj për të zyrtarizuar kandidatët për kryebashkiak për vendoret e 2027-s, në atë moment edhe zoti Braçe do të shprehet zyrtarisht pse do të zgjedhë ose nuk do të zgjedhë për të kandiduar për bashkinë e Tiranës. Përveç kësaj deklarate të zotit Braçe, ai mbajti një qendrim edhe përsa i përket çmimit të naftës, pas vendimit më të fundit të bordit të transparencës, i cili ndryshoi çmimin e naftës nga 204 në 218 lekë. Zoti Braçe është i mendimit që kemi të bëjmë me një kartel i cili po përcakton çmimin e naftës, një çmim i cili ndikon drejt për drejt në jetën dhe në ekonominë e përditshme të qytetarëve. Ai e quan shqetësim faktin e rritjes së çmimit të naftës. Qeveria duhet të angazhuar për të marrë të gjitha masat e nevojshme, ndoshta edhe për të bërë një reduktim të taksave që rëndojnë mbi çmimin e naftës për të lehtësuar atë për konsumatorët. Një shqetësim që fillimisht e ngreti në oborrin e parlamentit dhe më pas do ta flas edhe në seancën plenare parlamentare që mbahet sot. Engeleda, ndërkohë, paralelisht me seancën zhvillohet një protestë apo banorëve të Rjollit, cilat janë zhvillimet më të fundit rreth saj? Po, paralelisht, pak minuta më parë, ka nisur edhe protesta e banorëve të Rjollit. Protestën e tyre pasi e kanë zhvilluar prej ditësh dhe javësh në Rjoll, pasi janë kundër ndërtimit të një resorti turistik, e kanë zhvendosur në hyrje të parlamentit. Janë familjarët, ata që janë të prekur drejt për drejt nga ky investim për këtë infrastrukturë turistike që pritet të ndërtohet në Rjoll. Janë banorët të cilët kanë mbajtur fjalën e tyre. Ata pretendojnë që është një shkelje dhe është një marrje e pronësisë së tyre nga sipërmarrësi i cili do të kryejë këtë investim turistik, po aq janë deklaruar që as Partia Socialiste dhe as Partia Demokratike nuk e kanë mbështetur çështjen e tyre, i kanë lënë të vetëm në këtë betejë. Pretendimi i banorëve është që investitori i cili do të marrë përsipër ndërtimin e këtij resorti turistik ka marrë dokumente jo të drejta, pra dokumente të falsifikuara përsa i përket akteve të pronësisë. Banorët pretendojnë që prona është e tyre dhe pa lejen e tyre investitori nuk mund të hedhë ndërtimin e tij. Protesta në këto momente vijon ende, janë banorët e Rjollit, të cilët njëri pas tjetrit marrin fjalën, gjithashtu janë të mbështetur edhe nga shoqëria civile apo nga forcat të tjera më të vogla politike, siç është në këtë rast Shqipëria e bëhet, e cila i është bashkuar protestës së banorëve të Rjollit. Engeleda, faleminderit shumë. Të qëndrojmë në linjë për të marrë vesh se çfarë do të ndodhë gjatë kësaj seance parlamentare ditës së sotme, por edhe rreth protestës. Të uroj punë të mbarë, minutat në vim
Mirë, do të vjoj një bisedë në një komunikim të drejt për drejt online me gazetarin Poli Hoxha mbi aktualitetin politik në fokus, zhvillimet në Partinë Socialiste. Poli, të përshëndes, faleminderit edhe ndjes për shtyrjen e orarit përcaktuar më herët. Faleminderit juve, ishte interesante. Interesante, po, me lajme interesante, me prononcime interesante. Çfarë po ndodh në Partinë Socialiste, Poli? Ndoj që besoj zotin Braçe, i cili krejt pa pritur në habitit gjithve kur tha nominohen për qenë kryetari i ardhshëm i Bashkisë Tiranës, ndërkohë që siç e dim, kryeministri Rama më herët ka thënë kur do herë që do të zhvillohet gara për kryeqytetin, kandidatja e vetme e PS-s do të jetë Manasiliu, apo jo? Atëherë, nga zhvillimet e fundit, që kanë qenë shumë të vrrullshme për gjithë Shqipërinë, por për të cilat është përgjegjëse Partia Socialiste, në fakt duhet të jetë Partia Socialiste bashkë me qeverinë dhe grupin parlamentar, duket se një forcë politike kaq e madhe dhe me kaq shumë pushtet, tashmë ka filluar që të shikoj brenda vetes edhe për faktin që nuk ka përballë një rrezik serioz për pushtetin e saj. Siç duhet të ishte një opozitë në këtë moment. Por kjo është temë tjetër dhe kështu që ka filluar që të shikoj nga vetvetja dhe të filloj të mbaj pak nga pak të marr atë ajrimin e një bunkeri që ka qenë deri tani nga leadershipi, të filloj dhe të ketë flladitit e para. Kemi rastin Spiropali, kemi mungesën e disa deputetëve në votimin kundra Ballukut, kemi dhe tani zotin Erion Braçe, i cili deri tani ka bërë një opozitë brenda mazhorancës teknike, do të thosha unë, duke pa shkuar lart fare dhe më shumë është marrë me fermerët, apo me çmimet, apo me përgjithsisht me zonën e vet nga Vjen, dikur në Berat, tani në Divjak, pastaj edhe në Tiranë te njësia 5, ku doli dhe deputet, ose në saktë në gjithë Tiranën, pavarësisht se u vendos në listat e hapura. Unë këtë lëvizjen e zotit Braçe, pasi debati në njësinë numër 5, më shumë shikoj si një lëvizje dhe do ta lidh edhe pak me prononcimin aty, diçka që ndoshta edhe nuk u kap kur u pyet në fund, si një lëvizje për rikthimin e meritokracisë në parti. Dëgjoni, ne kemi një parti të madhe socialiste e cila është jashtë vendimarrjes, komplet, ka kaq e kaq vite që ministrat zgjidhen, dalin nga hiçi, si nga jo ministrat, deputetët, drejtorët, drejtuesit politik, dalin nga kapelja e magjistarit Edi Rama, dhe për herë të parë njihen lepujt që dalin që ande, njihen kur i nxjerr ai, madje shumë nga lepujt që kanë dalë nga kapelja, është metaforë, kuptojmë, mësojnë në televizion, që dolën nga kapelja dhe që do jenë udhëheqës. Pra, kemi patur një situatë absurde për një parti, kur lideri i zgjedh dhe kjo nuk është vetëm kur i zgjedh, por dhe kur i largon, e marrin vesh direkt aty në moment, ose ndonjëherë dhe kur si janë prezent, kur largohen, kur afrohen, kur gradohen, kur çgradohen. Por kjo duket se jo vetëm që ka sjell pakënaqësi, nuk po flas për parime këtu, por dhe për pakënaqësi individuale, sepse kemi të bëjmë me një parti të madhe, e cila mobilizohet jashtëzakonisht fort për fushata elektorale, është një parti kapilare, e cila punon, e cila kur vjen puna shtrëngohet në radhët e veta, haron gjithçka kur vjen puna përpara zgjedhjeve, por kur vjen puna pastaj për ato 4 vitet e tjera, gjithë ka aksioner, ka 700 ca mijë aksioner që votojnë, ndihen të përjashtuar, ndihen të papyetur, madje edhe të poshtëruar nga mënyra se si udhëheqja apo vetë Edi Rama tashmë, se s'ka, tek Edi Rama nuk mund të thuash që ka një të dytë apo një të tretë, i trajton gjatë 4 viteve. Dhe kur vjen puna dhe gjithë gjërat që dalin nga spaku, nga media, apo dhe perceptivi i madh publik, se kush janë ata që kanë përfituar nga ky pushtet i madh, nga këta 700 ca mijë aksionerë, kush janë ata që përfitojnë, rezulton që janë një përqindje shumë e vogël, për mos thënë 1%, 2%, dhe rezulton po ta bësh analizën dhe pak më thellë që nuk janë fare socialistë.
në kuptimin e karrierave brenda partisë apo qoftë edhe trashëgimisë. Dhe kështu, në këtë kuptim, kjo patjetër që do krijojë atje brenda, sidomos në bazë që nuk I del zëri, por meqense Braçja është një socialist, ndoshta I fundit që siç e tha dhe vetë ka 30 vjet, I fundit I cili vazhdon lidhjet me bazat, sepse ajo bazë e nxori dhe kur Edi Rama e futi në listë të hapur, është ndoshta socialisti I fundit I cili tani po kërkon meritokraci. Dhe këtu do të dekriptoj dhe pyetjen e fundit që ju bë. Përse I kërkon ti në KQZ? Po pra, eksakt. Votat, po. Pse I kërkon ti votat në KQZ? Edhe ai tha, sepse unë tha kam 30 vjet, tha I zgjedhur këtu, tha. Ka dhe vite, tha, dhe zuri në gojë. Cilat vite? Dakor, Poli, këtë në fakt e dim të gjithë, po ku do t'ja tregoj? Do t'ja tregoj socialistëve, popullit, këto rezultatet ti? Ai po I flet Edi Rama. Ai çfarë tha? Po pse nuk e di kryeministri Rama? Po jo, Kur them po I flet Edi Ramës, nuk po I flet Edi Ramës të dëgjojnë socialistët, domethënë. Sepse të dëgjojnë socialistët e vetë, sepse ai zuri në gojë 96-97 kur Edi Rama nuk kishte fare, as në Shqipëri madje. Dhe për t'i thënë që Partia Socialiste nuk është se fillon me ty, po Partia Socialiste ka qenë dhe ka përballuar situata të vështira e tjera si në 96-ta apo dhe në 97-ta dhe ka qenë dhe përpara te, sepse Edi Rama ka ardhur në 98. Një e dyta, duke kërkuar këtë gjë nga KQZ-ja që s'ka qenë I votuar apo në përqarshje ku ka bërë luftën e vet, është duke dhënë mesazhin që njerëzit tani e tutje, për kryetar bashkie për shembull në rast. Për kryetar Tiranës nuk mund të dalin më nga kapela e udhëheqësit, por duhet të vendosen aty sipas meritokracisë që ka në parti. Njerëz të cilët votojnë, që I do baza, apo ndoshta duhet bërë dhe një referendum I brendshëm në parti, siç ka qenë dikur lidheshin asamblet e rretheve tjere dhe aty garronin dhe nxirrnin kryetarin për kandidatin për kryetar, kandidatin për tjere. Unë kështu e kuptoj lëvizjen e Erion Braçës deri tani. Më shumë një provokim për të hapur një debat brenda që tashmë partia duhet të ketë meritokraci dhe jo komandim dhe urdhra nga njëshi. Poli, për ty, çfarë po ndodh me zonjën Spiropali? Menjëherë pas mbledhjes socialistëve, ajo bën një status në rrjetin e saj social Facebook, mbaje fytyrën nga dielli dhe hihet lihen pas në mënyrë të përmbledhur, kjo besoj ishte. Shiko, edhe nga debatet që kanë rridhur në media, deri tani jemi në një fazë, në rastin e zonjës Spiropali, mendoj që jemi në një fazë të zhgënjimit, të një përplasje në fytyrë të atij të cilin ajo e ka përkrahur gati pa kushte dhe madje edhe duke riskuar në reputacionin apo e vet personal, se çdo njeri ka dhe përveç se politikan ka dhe emrin e vet e tjerë, duke u përballur domethënë me një furtunë, domethënë epitetesh, memesh e tjerë, si një njeri që përkrahte pa kushte e quante deri Skënderbe kryeministrin Rama, pavarësisht se ishte një metafore elektorale, se dihet që gjatë fushatave mund të thuash çdo gjë për të nxitur elektoratin dhe për të treguar fuqinë e udhëheqësit apo dhe të partisë, por gjithsesi unë e shikoj që jemi në fazën e një zhgënjimi individual, sepse ende zonja Spiropali nuk po flet politikisht për problemet e vërteta që ka. Të ludem, me qënë se the edhe pak më parë deklaratë shumë interesante e zotit Braçe, ndjekim pak nga foltorja e kuvendit? I ka të gjitha kahet e veta. Ka edhe këtë ndikim në këtë sektor të posaçëm të ekonomisë kombëtare, siç ka ndikime të tjera në sektor të ndryshëm të tjerë të ekonomisë kombëtare. Dhe natyrisht, kur flasim për çmimet në treg, duhet kemi parasysh edhe faktin që ne jemi vend importues. Dhe natyrisht, një pjesë e konsiderueshme e çmimeve impakton produktet posaçme në treg apo të konsumit përgjithshëm të qytetarëve
përfshirë ushqimet, po përfshirë edhe hidrokarburët që impaktohen nga kursi i këmbimit monedës. Një kurs fiks i fiksuar, të cilin Shqipëria nuk e ka pasur që nga viti 1990 kur ndryshoi sistemin dhe zgjodhi ekonominë e tregut si sistemin bazë të ekonomisë së vetë kombëtare, natyrisht që do të impaktonte shumë fort pjesën tjetër të ekonomisë kombëtare dhe natyrisht mbi të gjitha konsumin dhe çmimet e qytetarëve. Kështu që kur kërkojmë për një sektor caktuar, duhet kemi parasysh edhe impaktin që ai jep në sektorë të tjerë të ekonomisë. Ajo që për cilin unë dua të flas sot këtu ka të bëjë me tregun e hidrokarburave. Natyrisht që është shumë e ndjeshme çështja tani, për shkak se çmimet në konjunkturën ndërkombëtare vijojnë të jenë për lart, shkuan lart për shkak të situatës luftës në lindjen e mesme midis Izraelit, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, një regjim teokratik i egër mbi popullin e tij, po edhe mbi vendet e tjera të rajonit. Thënë të gjitha këto, natyrisht që duhet të kthejmë vëmendjen nga modeli i tregut që kemi në këtë sektor. Është shumë e rëndësishme që narrativa që synon të fsheh element posaçëm mbi të gjitha modelin e tregut që ne kemi në sektorin e hidrokarburëve të mos gjejë hapësirë të mjaftueshme për të zhurmuar apo mbi të gjitha për të fshehur e treshur vëmendjen në drejtime të tjera. Po patjetër ne kemi një nivel të lartë të tatimeve dhe taksave mbi hidrokarburët dhe nuk është se nuk e dim këtë gjë, nuk është se nuk e kemi patur zgjedhje këtë gjë, po e kemi patur zgjedhje, nuk është se nuk po e administrojmë pikërisht të problematik që kemi me tatimet dhe taksat. Qeveria ka lajmëruar që do të ndërmarrë një nisëm për të ulur akcizën apo për të reduktuar akcizën, por në krahun tjetër e gjitha kjo nuk mund të shmangë vëmendjen nga modeli i tregut që kemi. Edhe me tregun e sotëm, edhe me çmimet e sotme në bursë të hidrokarburëve, qoftë të Brentit, qoftë edhe të çmimeve të naftos crudo, natyrisht që ne kemi çmimin neto të hidrokarburëve më të lartë se sa i gjithë rajoni. Po flas për çmimin neto pa taksat fare, që është më i larti se edhe në Maqedoni, edhe se në Kosovë, edhe se në Malzi, edhe se në Greqi, edhe se në Serbi. Dhe natyrisht e gjitha kjo të çon që ta fokusosh vëmendjen tënde në një element kyç, që është modeli i tregut. Ditën parë lexova një deklaratë të shoqatës së hidrokarburëve, që me thënë drejtën nuk funksionon si shoqatë, po funksionon si një kartel që garanton dhe mban çmime dhe fitime të larta në sektorin e hidrokarburëve. Natyrisht kaloi jashtë vëmendjes, nuk mori përgjigje ajo deklaratë edhe për shkak se është krijuar bordi i transparencës, që është keq kuptuar si bordi që cakton çmimet. Ai bord duhet funksionojë mbi këtë bazë, mbi bazë të transparencës, po edhe mbi bazë të modelit të tregut të bëjë transparent, me qëllim që të gjithë jenë të qartë se ku e kam apo ku e kemi problemin. Thjesht dhe vetëm tek tatimet e taksat, apo edhe tek modeli i tregut që garanton apo mban çmime të larta dhe fitime të larta në këtë treg. Mbi të gjitha, ajo që më bëri përshtypje ishin tonet kërcënuese të një shoqate që funksionon në treg si kartel. Tonet kërcënuese të tyre për të ndërprerë furnizimin, për të ndërprerë importin, e kështu me radhë, natyrisht janë tone kriminale që kërcënojnë sigurinë kombëtare në këtë vend. Sigurinë kombëtare, jo thjesht dhe furnizimin me naftë apo me benzinë të makinave, po kërcënojnë sigurinë kombëtare. Dhe natyrisht duhet të marrim përgjigje duke shëmbur modelin e tregut hidrokarburëve që garanton fitime, arrogancë dhe kërcënime nga operatorët në këtë treg. Faleminderit. Faleminderit, zoti Luciano Boçi. Kemi ndjekur zotin Braçe, i cili ashtu siç premtoi në fakt foli për bordin e transparencës. Rikthehem me Poli Hoxhën. Poli, kur e dëgjon zotin Braçe, thua nuk ka mundësi që të jetë në opozitë, duket një opozitar i zellshëm, apo jo? Madje edhe e kalon. Tani të lutem që të shfrytëzojmë në maksimum minutazhin. E bëre një analizë të asaj që mendon ti se po ndodh në Partinë Socialiste, por gjithashtu edhe sjelljen e zotit Braçe. A ka gjasa që të ndryshojë qëndrim zoti Rama, kryeministri Rama, pra ta zëvendësoj Braçe me Manasir Liun, apo kjo është e pamundur? Kjo nuk diskutohet, sepse duket që
Edi Rama nuk po duron dot një debat vogël atje apo një ndërhyrje në mbledhje, që mbledhjet për atë punë bëhen, jo më pastaj të tregoj dobësi, sepse do të tregote dobësi, nëse do ishte konsumuar, dhe unë besoj që dhe ndoshta është konsumuar, do ishte konsumuar në një bisedë jashtë të mbyllur, domethënë, kërkesa e Braçës për të kandiduar për Tiranën, që do ishte edhe një mbyllje paga shumë ai i ri është, por është i vjetër në politikë, rreth 30 vjet si kryebashkiak i Tiranës. Kjo do ishte diçka tjetër, por duke ja bërë fakt të kryer zoti Braçja si një lëvizje, madje edhe në formë kërcënimi, duke thënë që nëse ju nuk më propozoni, jo më dhini, nëse ju nuk më propozoni, unë do dalë edhe i pavarur. Apo ja, dhe do kërkoj votat e socialistëve. Ka gjasa të ndodh kjo? Po kjo dëgjoj unë ta thash edhe një herë, synimi i zotit Braçe është të hapi debat në parti. Nëse vure tek i Serti, shko, se këto simptomat këtu në Shqipëri problemi i madh edhe i demokracisë, dhe i ekonomisë që shkojnë bashkë, dhe i zgjedhjeve, dhe i votave, dhe asaj që ndodh në parlament janë vetë partitë. Shiko çfarë debati ka ne aktualisht në Partinë Demokratike. Ka një debat që i bëjnë thirrje zotit Berisha të zbatoj statusin e partisë, edhe madje edhe atë që e ka vendosur vetë. Çfarë tha Erion Braçja tek inserti pak përpara, tek live-i pak më përpara me kolegen Ekeledën? Çfarë tha? Tha, synimi im është që mos kemi kandidat emergjencë. Ai kishte fjalën për kandidatët për bashki, kandidat që domethënë siç e shpjegova unë që i nxjerr kur i tek kryer, por të zbatohet statusi i partisë. Pra, për herë të parë në Partinë Socialiste, ne po dëgjojmë që pas ka dhe statut, pas 13 vjetësh, dhe madje po kërkohet zbatimi të statutit. Po çfarë thot statuti i partisë? Statuti i partisë thot që kandidatët i nxjerr baza. Ta shpjegova si ka qenë. Domethënë, kandidatin për kryetar bashkie të Tiranës, mblidhen një sitë, siç u mblodh pesa, mblidhen të tjera, bëhet asambleja e Tiranës, ka një të deleguar, disa të deleguar politik, ata pastaj votojnë, ne kemi parë që kanë qenë gjithmonë me të paktën 2 kandidat brenda Partisë Socialiste, votojnë socialistët e Tiranës dhe nxjerrin atë që duan ata. Kështu e përcakton statusi i partisë, mënyrën e zgjedhjeve të kandidatëve për kryetar bashkie. Dhe ky po kërkon këtë. Mirë, po ti kërkosh këtë Edi Ramës, do të thotë që ti hedhësh poshtë gjithë mënyrën se si ai ka drejtuar Partinë Socialiste gjatë këtyre 13 vite, se kur ishte në opozitë bënte sigurisht zbaton. Qartë. Poli, të falenderoj edhe për durimin. Faleminderit juve, faleminderit. Kënaqësi. Shkëputemi për fare pak.